President Kamreva, shëtëri u bashkë. Jeni shpallur inkluze garës cili është mesazhi që përcjellni këtu? Së pari falenderoj gjithë demokratët që morën pjesë në këtë proces për garen për kryetarët e Partisë Demokratike. Së dyti falenderoj të gjithë komisionerët të cilët punuan me përkushtim për të pasur një proces sa më të rregullt. Si dhe falenderoj kandidatët për garen e tyre qytetare dhe korrekte që bëm gjatë këtij muaji. Partia Demokratike tashmë ka hyrë në një fazë riorganizimi, riformatimi dhe në çdo strukturë, në seksion, grup seksion, kryesi dhe departamente. Dhe mendoj që ajo do të bëhet një parti më e fortë, më organizuar, e cila do të jetë e denjë që të vijë në pushtet në zgjedhjet e ardhshme. Absolutisht, ne nuk kemi garë me njëri tjetër. Ne thjesht zgjedhëm një drejtues Partisë Demokratike. Garën ne kemi me pushtetin i cili është sot në krye të vendit. Faleminderit për Thank you.